se është vap, se qarkoj se është ftot akull si që është sot, qytetarët, qëndrestarët e kanë ndarë mendjen, misioni është një dhe i vetëm, qeveri teknike, largimi Edi Ramës, largimi hajdutëve, largimi karteleve nga institucionet e shtetit shqiptar. Sot në parlament pam se si Lubi Balluku me arrogancën më të madhe, me një nënqeshje prej kriminele, shikonte jo deputetët e opozitës, por qytetarët shqiptar që e ndiqnin nga shtëpiat e tyre. Me atë arrogancë i shikonte dhe ja u thoshte në sy, po, unë ju vjedh dhe unë qëndroj këtu, sepse Edi Ramën e kam bashkë me vete se vjedhjet i kam bërë me këtë. Unë qëndroj këtu me 300 apartamente, dërsa ju sot nuk blini do të një shtëpi. Unë qëndroj këtu, thoshte Lubia, me qindra miliona euro të vjedhura nga xhepa tuaja, popullit më të varfër të Europës, sepse në vjedhjet e mia kam kapur dhe Edi Ramën. Dhe të gjithë, si Qeqo, bashk hajdutët e pushtetit, pseudo deputetët e partisë karteleve, votonin për t'i mbyllur gojën opozitës, për t'i mbyllur gojën qytetarëve shqiptarë. Sepse të nderuar miq, opozita nuk po flet dot për ligje, sepse këtu ka vetëm denoncime. Opozita nuk lejohet flasi për qytetarët, sepse duhet të mbrohet Ergy Sagasi. Opozita nuk lejohet që të denoncoj në parlament dhe prandaj mbyllet parlamenti, se pas çdo denoncimi janë kartelet e Edi Ramës, është vetë Edi Rama, të harroj çdo kush se mundet Lubi Balluku të vjedhë i qoftë edhe 1 cent pa Edi Ramën. Dhe kushdo bashkhajdut i tyre, nga Elisa Spiropali, tek Tauland Balla dhe tek gjithë bashkhajdutët e tjerë, as 1 cent nuk vjedhin dot pa firmën e Edi Ramës. Ndaj ky vend nuk mund të shpëtoj as 1 sekond, ndaj qytetarë shqiptarë nuk mund të shpëtojnë, për sa kohë në krye të qeverisë është Edi Rama. Pra për çdo qytetar, për çdo shqiptar, nëse duam të shpëtojmë të ardhmen e këtij vendi, fëmijët tanë, vendin ton, qytetarët shqiptar, zgjidhja është një dhe e vetmje: përballje, 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 përballje. Përballje kudo, në çdo rrugicë, në çdo lagje dhe në çdo institucion. Nderuar miq, asnjë vend nuk ka parë skemën kriminale të karteleve që pam tek Akshi. Që kartelet të marrin peng një biznesmen sa ankimon një tender korruptiv, të merret peng se tenderin duhet ta marri Baxhanaku i Edi Ramës. Pra tenderin duhet ta marri Edi Rama. Merren dhe sakatohen në për torturat e kriminalëve si Suel Qela, që parat të shkojnë tek familja Rama. Ky nuk është shtet, ky është narkoshtet. Ndaj nuk mund të ketë asnjë dialog, nuk mund të ketë asnjë diskutim, sepse me narkoterrorista nuk mund të flitet. Ndaj dhe çdo qytetar, le të bashkohemi në datën 24, në ora 5, për një qëndres qytetare, patriotike, kundër narkotrafikantit Edi Rama. Faleminderit. Mirëmbrëma, të nderuar qëndrestarë dhe qëndrestare, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. U deshën në rreshtit e shiut dhe të borës, si dhe temperaturat e ulta të këtyre ditëve të fundit, që të dilte zbuluar para të gjithëve propaganda, dështimi dhe korrupsioni i kësaj qeverisje, veçanërisht në infrastrukturë dhe në transport. Investime në infrastrukturë dhe transport të kësaj qeverisje gjatë këtyre 13 viteve nuk janë vlerësuar asnjëherë si mjet i rëndësishëm për zhvillimin e ekonomisë dhe mirëqenien e qytetarëve, por si një skem përfitimi për klientët e qeverisë. Nëpërmjet tenderave dhe prokurimeve korruptive, koncesioneve dhe PPP-ve pagar dhe pa konkurrencë. Kosta e tyre jo vetëm nuk krahasohet me kostën e rrugëve të ndërtuara nga qeverisja e Partisë Demokratike, duke i 5-6 fishuar ato krahasuar me periudhën e para vitit 2013, por i ka bërë disa herë më të shtrenjta dhe se rrugët që ndërtojnë sot vendet e Bashkimit Evropian. Vlen të kujtojmë këtu, autostrada Janin Kakavi që po ndërton së fundi Fqinj Ynë Jugor Greqia, kushton vetëm 4.4 milion euro.
Rasti më flagrant i mos planifikimit të investimit në funksion të zgjidhjes së trafikut është nyja e Bradasheshit dhe Unaza Elbasanit, e cila shkakton çdo ditë e veçanërisht në fundjavë trafik të rënduar deri në bllokime disa orëshe për qytetarët që lëvizin në drejtim të juglindjes së vendit apo dhe për qytetarët e Elbasanit dhe të zonave përreth. Unaza e Tiranës e ndarë në shumë lote, jo vetëm për të kënaqur orekset e klientëve të qeverisë, por për të eliminuar detyrimin ligjor për të ofertuar firma ndërkombëtare, ju shkakton qytetarëve orë të tëra në trafik në hyrje dalje të saj të dështuara. Rruga Qukës Qaploq, ndërtimi së cilës ka zgjatur 13 vitet e kësaj qeverisje, u inaugurua para disa muajsh me këngë dhe me valle dhe jo vetëm është kthyer në makt për udhëtarët, duke u bllokuar rregullisht pas çdo rreshje dhe temperatura të ulta, por së fundmi është bllokuar plotësisht. Qeveria, me pretekstin e përmirësimit të standardeve të projektit, trefishoi koston e kësaj rruge dhe në fund na la një rrugë pa standarde dhe me shpejtësi shumë të ulë lëvizje, e cila nuk kaloi dot as provën e dimrit të parë. Të njëjtë problematika paraqet dhe rruga e Arbrit, PPP-ja së cilës kushtoi nga 260 milion euro të kontraktuara përfundoi në 450 milion euro dhe në rreshtet e para të Dëborës ajo bllokohet përsëri rregullisht dhe sistematikisht. Nuk ka shpëtuar nga bllokimet dhe problemet as rruga e Kombit, të cilin qeveria me pretekstin për të përmirësuar me standarde të larta mirëmbajtjen e saj, ja dhanë me koncesion kompanive private dhe rezultati është parasysh të qytetarëve, bllokime dhe aksidente të shumta të automjeteve me ngritjen e parë. Me sa duket me nisën e shirave nuk ka shpëtuar rrjedhës ura as tuneli Llogaras për korrupsionin e të cilës kemi folur gjëre gjatë. Të gjitha akset rrugore në zonat kodrinore dhe malore ose bllokohen nga rrëshqitjet, ose bllokohen nga akulli dhe bora, edhe pse paguhen miliona specifikisht për këtë lloj mirëmbajtje. Të nderuar pjesëmarrës. Këto ditë të gjithë kemi parë dhe po përjetojmë katastrofën njerëzore për të cilën po kalon pjesa më e madhe e vendit tonë. Në Vlorë, për një copë tubi të furnizimit e ujit të dëmtuar, banorët u braktisën për 5 ditë me radhë pa elementi kryesor jetik ujin. Për një tub shkarkimi apo një puset të bllokuar, pothuajse në çdo zonë ku kalon një lum apo një prrua dhe ku duhet të funksionojë një hidrovor, janë përmbytur sipërfaqe të tëra tokash bujqësore, banesa, biznese dhe rrugë, duke lënë të izoluar dhe në mëshirë të fatit banorë të këtyre zonave. Makuturinë e kësaj qeverie që fal portin mijëvjeçar të Dushit për të ndërtuar pallate, hotele, kazino dhe me paratë shqiptarëve zhvendos atë në Porto Romano, e pan të gjithë shqiptarët me përmbytjen e ish-kënetës së Durrësit. Përmbytjeve nuk i kanë shpëtuar as qytetet kodrinore dhe malore, vetëm për mos funksionimin e disa kanaleve të pritjes së ujrave të sipërme. Si përmbledhjet të këtyre që folëm më sipër. Në ditët e verës, Shqipëria përpihet nga zjarret. Në ditët e pushimeve verore dhe në fundjavë bllokohen rrugët nga trafiku. Në shirat më të parë të vjeshtës përrejnë dhe lumenj dalin nga strati dhe përmbytin gjithçka që u del përpara. Në Dëborën dhe në uljen e parë temperaturave bllokohen pothuajse të gjitha akset në zonat kodrinore dhe malore. Korrupsioni dhe vetëm korrupsioni ju ka errur syt dhe mendjen pushtetarëve, të cilët duhet të kujdeseshin për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, kanaleve kullues, kanaleve pritës, hidrovoreve, rrjeti shkarkimit të ujrave të bardha dhe të zeza, digave, ujmbledhësve e tjerë. Këtë qeveri të pa zonjë, të pa aftë, të pa denjë, të korruptuar dhe me arrogancë deri në palç, nuk mundet dhe nuk duhet ta mbajnë mbemi supe ky popull. Mjaft është mjaft. Mos harrojmë 24-ën, të gjithë në shesh kundra kësaj qeverie. Ju faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, të nderuar demokrat, opozitar, i nderuar lideri Sali Berisha, të nderuar shqiptar që na dëgjoni live nga kjo foltore, jemi këtu për t'i dhënë një mesazh kreut të organizatës kriminale që drejton këtë kështjell të krimit, korrupsionit, skandaleve, shpopullimit të pyllit arbitral që duhet t'jap dorëheqje sa më parë për t'japur rrugë qeverisë teknike, zgjedhjet lira të ndershme
me kod dhe sistem tjetër zgjedhor ku shqiptarët të vendosin me votën e tyre. Të dashur shqiptar, nuk është më Shqipëria e propagandës të këtij kreut, të organizatës kriminale. Nuk është ajo me show e aktrim, por është Shqipëria që u doq në korrik dhe në gusht. Është Shqipëria që u përmbyt për herë të dytë në dhjetor dhe në janar, ku qindra mijëra, fermer, qytetar nuk janë dëmshpërblyer, sepse lekt e krimit të korrupsionit ky i ka për të blerë ndërkombëtar me gonigal për të lobuar kundra opozitës. Lekët ky i ka për incineratorët fals, lekët i ka për tunelet miliona euro, i ka për rrugët miliona e miliarda euro, të cilat tashëm janë të shkatruara, i ka për bandit dhe oligark. Nuk është më Shqipëria sepse ajo që thot ky kryemafioz, me një shëndetësi të dështuar, ku qindra spitale, 10 spitale, qindra qendra shtetësore janë të mbyllura, si në fshat edhe në qytet. Mungon ilaçet, mungon stafi mjekësor. Arsimi i dështuar, 10 e qindra shkolla të mbyllura në fshat edhe në qytet. Krimi organizuar lulzon. Krimi organizuar sundon brenda burgut dhe jashtë burgut. E pat aratisjen spektakolare të IVP-ja e troplinëve në Durrës të krimit organizuar me pagesë nga qendra në bazë, se si një vrasës me pagesë shoqërohet nga 3 policë famkeq dhe jon nga forcat operacionale të DAP-it apo forca speciale. E pat para disa muajsh se si u vra në burgun e sigurisë së lartë në Peqin, i monitoruar nga kamera, jo vetëm në Peqin, po i monitoruar nga kamera edhe në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, se si futet pistoleta dhe ulësiu i famshëm i dosjeve famkeqe të krimit elektoral të Dibrës, e me radhë del aty dhe thot e hodhën me dron pistoletën, dhe ti me dalin që e quan me krim të organizuar në përushqime apo me njerëz të mirë paguar. A e pa aty çfarë krimi makabër ndodhi në aeroportin e Rinasit, të sigurisë së lartë mes policisë, sepse krimi është bërë njësh me këtë bandit. E pat Kushuririn, apo vlla që e ka Agasi i famshëm i Ramës, i cili mori shishet në verë, përse Spaku nuk po tregon çfarë video shka, ka qenë Rama atje po s'ka qenë, ka video orgjish apo video pazaresh për këtë kriminal, për këtë bandit. I dashur doktor, kjo qeveri ka rënë, po ne kemi nevojë për frymë. Kemi nevojë për shpresë, kemi nevojë për besim. Unë ju mbaj mend ju në 2007-ën, ju mbaj mend 2009-ën, 2013-ën, po edhe në këto zgjedhje e fundit, ju jepni vetëm një mesazh fryme, shprese, besimi të çdo demokrat dhe çdo shqiptar të zgënjur. Por duhet i themi dy gjëra, apo ndonjë drejtues apo në një lokalitetit i Degës, këtë besimin, këtë shpresën nuk e përcjellnin siç duhet tek shqiptarët, tek demokratët, tek populli, tek opozitarët. Por thoshin, nuk e di do fitojmë apo jo. Po fituam do ta bëjmë këtë. Po ky kandidat nuk fiton, po kjo bashki nuk fitohet. Këta nuk ju shërbejnë fitores. Kjo anije ka rënë. Kjo anije e mbushur me bandit. Kjo anije e mbushur me kaçak të rilindjes që plaçkisin Shqipërinë. Këta nevojë vetëm për një shtytje të vogël, për t'i rrëzuar. Data 24 erdhi. Unë i bëj thirrje të gjithëve, shqiptarëve, të majtëve, të djathtëve, partive të tjera të opozitës, t'i lënë këto një protestë sot e një nesër po të bashkohemi për një qëllim, mos i shërbejnë këtij kryemafiozi këtu, se i kemi të gjitha mundësit për një fitore, për datën 24, datë historike, për të marrë vendime të fuqishme, për ta rrëzuar këtë klik. Nuk do rri dot pa përmendur për mbytyjet e fundit në Dimal dhe në Kuçov, 10 hektar tokë të përmbytura. Sera, bim frytore, vetëm në një fshat 20 banesa të përmbytura, shpend, kafshë me radhë. Dhe ky kreu i mafjes
i kësaj kështjelle të krimit, del aty me propagandën e tij dhe thot, e kanë fajin shqiptarët. Kanë hedhur qese plastike apo plastik në për kanale. Vetëm në të Kuçovën e Majt që e fituan 2023-shin, e do fitojnë prapë, siç do fitojnë Beratin, siç do fitojnë gjithë Shqipërinë, kanë hedhur plera në landfillin e korrupsionit të Viola Grin në Kuçovë dhe ato plerat i mori ujë dhe i shpërndau në tokat bujqësore dhe në familjet e qytetarëve. Prandaj të dashur shqiptar, motra dhe vëllezër, elektorat gri, socialist të zhgënjur, boll me na drejtojnë 14 dhe 16 oligarke bandit që emërojnë drejtor, kryebashkiak, deputet, drejtor burgjesh, mafioz në krye të Shqipërisë që ka marrë peng të bandit të gjithë bashkë në datë 24, të mos ndezim me dritat, po të shpallim revoltën, i bëj thirrje policëve. 80% e policisë janë të ndershëm, 20% janë patrullanistë, janë të emëruar politik, janë drejtues policie, shefa komisariatesh të cilat përdoren për qëllime politike. Policët e thjesht kanë qenë 2013 deri tani, s'kan rritje page, nuk kanë kushte, as jetese, as ushqimi e me radhë, nuk kanë marrë dietat, nuk kanë marrë fondet për ushqim. Prandaj ne jemi dhe për ta. I bëj thirrje policëve të ndeshëm të distancohen nga provokimet e urdhëruara nga kreu i mafjes dhe kështjellës së krimit. Fitore, fitore.